Përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se vini. Kush paguan përgjatë të javëve të fundit të shumta kanë qenë zhvillimet që flasin për korrupsionin shtetëror, edhe teksa disa vite më parë kemi folur shumë për koncesionet që qeveria ka afirmosur, duket sikur këtyre koncesioneve po ju skadojnë afatet edhe tashmë e kanë plotësuar të plot kontratën që kanë pasur me shtetin shqiptar. I tillë është edhe koncesioni i sterilizimit që tashmë duket sikur shteti shqiptar do ta marrë në drejtim këtë shërbim, por të shohim se çfarë fshihet pas kësaj, pse kostot janë kaq larta. Për këtë do të diskutojmë në studio Besnik Jakaj, ekspert shëndetësie, kënaqësi t'ju kemi në program. Faleminderit për ftesën. Julian Hoxhaj, koleg gazetar, mirë se vjen në program. Faleminderit. Kënaqësi t'ju kem këtu. Çfarë ka ndodhur konkretisht me koncesionin e sterilizimit, edhe pse shteti shqiptar vendos në këtë moment që ta shtetëzojnë, nëse mund të themi? Okej, jo, nuk është shtetëzim ajo. Teorikisht i ka mbaruar koncesionit afati 10 vjeçar. Praktikisht shqiptarëve janë zhdukur 120 milion, 118 milion euro. 156. Me gjithë të vëshëm. 150 milion euro janë zhdukur. Sigurisht që sistemi shëndetësor duhet përmirësuar, updateuar çdo ditë. Këtu nuk bëhet fjalë që nuk ka qenë i nevojshëm sterilizimi, por bëhet fjalë që kjo është përballuar nga spitalet publike me pagën e një punojësi. Pashtuar as punojës. Janë sterilizuar, por kostot janë të paktën 15 herë më të larta në çdo detaj. Kush e cakton këtë? Koncesionari, po sepse janë sot termat e referencës, është gjithçka online, publike dhe janë të vërtetuara katërcipërisht. Në vitin 2011 është bërë qendra e sterilizimit në Qesute, që ju ka dhënë me përdorim po koncesionarit privat, me asetet e shtetit i ka përdorur dhe veglat që të bëhet e kuptueshme për qytetarë shqiptar, për publikut. Pajisjet e sallave të operacionit, të mjekimit të plagëve post-operatora, apo gjitha plagëve, pra të gjitha pajisjet, setet e sterilizuara, merren, grumbullohen nga koncesionari, shkojnë dhe sterilizohen dhe telefonohen, paketohen në një qese plasmasi dhe shiten 280 euro. Ndërkohë që kjo bëhej në spitalin Qesute dhe në spitalet e tjera, me qendrën sterilizuese që është investuar nga qeveria shqiptare dhe me mbështetjen e partnerëve të huaj, kryesisht partnerët gjerman, në vitin 2011 një qendër moderne sterilizimi. Pra, sot kemi më pak 140 milion euro në shërbim të shëndetit dhe të jetës së qytetarëve shqiptar. Këto lek janë marrë, kanë kaluar në përgjepat e qytetarëve. Çfarë kemi parë shfaqje në këto vite? Ka dalë kryeministri në vitin 2013-14 kur është bërë projekti, sepse këtu drama e madhe është propaganda dhe levazhi i trurit që u bëhet qytetarëve shqiptar, me disa pinca, me disa klema, me disa bisturi të gjetura diku në magazina, ka bërë xhirën mediatike, është hartuar plani korruptiv. Kush e ka marrë koncesionin e sterilizimit? Se janë detaje dramatike. Një njeri që s'ka pas asnjë buxhet, një kompani, një histori kompanie, e aq më tepër zero në sistemin shëndetësor. Pra, në qoftë se kemi një partneritet publik-privat, merret një partneritet publik-privat, po themi mos me i bë kujt marketing, është një deputet i Partisë Socialiste që ka një biznes të suksesshëm në fushën e shëndetësisë. Po jepi atij minimalisht. Po di pse nuk jepet atij, ose një të ngjashmi. Sepse nuk të pranon, nuk firmos kontrata me 15 herë çmim më të shtrenjtë, se ka investim, ka firmë serioze, paguan taksa tatime, ka infrastrukturë profesionale dhe nuk djeg veten. Sepse ku i kemi sot? Ministrin e Shëndetësisë, zëvendësministrin e Shëndetësisë, pronarin e koncesionit, janë në izolim, në burg, dhe ndërkohë kryeministri me 10 të arrestuar, me masa sigurie të ndryshme. Pagesat kanë vazhduar gjithsesi. Kanë vazhduar pagesat dhe dele bën një shfaqje për të justifikuar pagesat e spitali Shefqet Ndroçi me një grup mjekësh në krah, që sigurisht, unë e kam thënë disa herë dhe nuk ua bëj halal në kuptimin njerëzor mjekëve, sepse unë mjeku, mësuesi, inxhinieri, ekonomisti, juristi, biologu, farmacisti, stomatologu, pra intelektualet, nuk mund të bëhen palë me të keqen. Shiko, Shqipëria është shumë më madhe se sa kryeministri, se sa një parti, sepse një klasë profesionistesh. Është shumë më madhe se fëmijët tanë.
Se këtu do rriten edhe nipat, mbesat, stërnipat, stërmbesat. Ne jemi krenar me historinë e Skënderbeut. 500 vjet përpara. Duke marrë referencë gjithë zhvillimet e fundit, duket sikur flet për Shqipëri tjetër. Është komplet një Shqipëri tjetër. Dhe në këtë kushte tani, djalli flan në detaje që bomba të plasi sa më avash, se sigurisht kjo qeveri do largohet. Sigurisht që do vini forcë tjetër politike, do i zbardhi gjithë termat, të gjithë korrupsionin që është bërë, dënohen disa njerëz, dalin nga burgu, por kush është bilanci, çfarë i ka ndodhur qytetarëve shqiptarë, sepse kanë humbur jetën, sepse kanë mungesë të barmave në onkologjik, në onkopediatri, deri te barnat bazike në gjitha spitalet e Republikës dhe mungesë ofrimi shëndetësor të ofruar. Tani është krijuar një kompani shtetërore menaxhimi, ka zero nevojë këtu. Edhe kjo është e gjitha e djallëzore. Se mendon që ka zero nevojë? Në momentin që nuk ke një koncesion, që bën sterilizimi, kush do ta bëj? Jo, çdo spital merr asetet e veta që lehen, po themi, nga koncesionari, në bazë të kontratës që ka bërë shteti shqiptar me koncesionarin, dhe ka personelin e vet për të bërë me autoklav sterilizimin dhe paketimin, se janë procedura shumë të thjeshta, dhe paketimin e pajisjeve të sallave operatore dhe i kalon në sallat operatore dhe në spitale atje ku mjekohen plagë të gjitha këto që thamë me radhë. Por fryhet një kompani shtetërore, do na dali përsëri me çmimet të larta, do punësojmë disa patronazhist dhe do bëjmë një skemë korruptive të re dhe në këtë sektor. Siç ka dalë në gjithë sektorët e tjerë, po themi. Mos i përsërisim me gjitha koncesionet. Jo, mendon përsëri që do të jetë një skemë korrupsioni. Dhe një sekond, filozofinë pastaj kthehemi në çdo detaj. Pse e merr ky zotëria që e ka marrë? Pa asnjë eksperiencë në biznes privat, jo vetëm në sektorin shëndetësor. Pse e merr kompania duhanit koncesionin e check-upit? Sepse një kompani me histori profesional në fushën e mjekësisë nuk pranon t'i bëjë ato. Sepse ka ndërtuar me djersën e ballit në mënyrë të ndershme, duke paguar takset, një biznes, një kapital, dhe ky kapital është i aventurierëve, sepse ti ky çmimi 15 fish më i lartë, nuk është se ka marrë ai biznes. Fatziu që është në burgore. Është ndar me gjithë zyrtarët e korruptuar, e sigurisht pjesën e Luanit e merr vendimmarrësi më i madh, e kontribuesi më i madh për këtë koncesion, sepse ka bërë gjithatë luftë në media në kështu. Por kjo është dram për qytetarë shqiptarë, dhe këtu bëhet fjalë për shëndetin dhe për jetën e qytetarëve shqiptarë. Jul, si e shikon? Do jetë përsëri skem korrupsioni kjo apo? Po nisun nga apo ka hapësirë për pak shpresë në momentin që është një kompani tjetër? Hapësira për shpresë ka gjithmonë në momentin që ajo që thotë doktori do vijë në jetë. Pra, që shteti pasi e bëri këtë aferë, sepse duhet kemi parasysh një gjë që koncesioni i sterilizimit për herë të parë në historinë, po themi, prokurimeve publike shqiptare të hetuara nga prokuroria e posaçme dhe nga gjykata e posaçme është cilësuar si aferë e një grupi të strukturuar kriminal. E dyta aferë e grupit strukturuar kriminal është ajo e dosjes së Akshit. E para është kjo, jo nga prokuroria, nga SPAK, por nga gjykata e posaçme, që janë detaje që mund t'i shpjegojmë. Tani, krijimi i operatorit shërbimeve shëndetësore, pra që do të marri në pronësi, po themi, koncesionin e sterilizimit, është bërë në mënyrë të tillë që të marrë përsëri para nga buxheti i shtetit. Që nga themelimi, kjo kompani do të ketë në dispozicion 2 milion euro kapital, që nuk i ka të nevojshme, sepse nuk ka për të kryer asnjë lloj investimi më, sepse investimi është kryer që para mund të ketë amortizime në pajisjet që janë. Dëgjoni. Kompania që mori koncesionin e sterilizimit Sani Service, pronarët e cilës sot janë pas hekurave, është kompani e cila e mori asetin nga shteti shqiptar. Pra, mori autoklavat që ndodheshin në QSUT, madje mori në shërbim të saj, mori edhe ambientet. Pra, në QSUT mori ambientin ku ndodhej autoklava dhe e vuri në punë për të kryer sterilizimin, në institucionet tjera spitalore, për shembull në spitalin e Traumës, në spitalin e Durrësit, ndodhi e njëjta gjë dhe kjo kompani madje i shkaktoi dëm buxhetit shtetit, jo vetëm me sterilizimin, por i shkaktoi dëm sepse përdori energjinë, ujin dhe nuk e pagoi këtë dhe këto i ka gjetur KLSH. Pra, kompania që po krijohet do të marrë asetet të cilat shteti i kishte, ja dha për 10 vjet në përdorim koncesionarit privat për të qarkulluar 156 milion euro, që është dëm drejt për drejt në xhepat e qytetarëve shqiptar. Kjo e thënë nga prokuroria e posaçme, 100 milion euro dëm. Tani, për çfarë duhet një kompani
qeverisë, ndërkohë që, ashtu siç e tha doktori, shteti mund të marrë asetet, t'i vërë në punë, ka stafin dhe personelin janë po të njëjtit njerëz që kanë punuar në spitale, kanë bërë edhe gjatë kësaj periudhe 10 vjeçare kanë bërë po sterilizimin e pajisjeve mjekësore, pra të pajisjeve kirurgjikale. Pra nuk është e nevojshme. Nga pikpamja e menaxhimit mund ta bëjnë shumë mirë spitalet dhe me kosto shumë herë më të ulta. Mjafton që shteti këto para sikur 2 milion euro që ka dhënë vetëm për kapitalin e kompanisë, themelimin e saj, t'ua jap shpërblime dhe paga personelit të spitaleve dhe i motivon dhe sigurisht që ata e kryen shumë mirë këtë shërbim. Ajo që është e rëndësishme është që nga ky koncesion, ose është i pari, po themi, e para afere hetuar, ne kemi kuptuar që qytetarëve shqiptarë u janë vjedhur para. Pra në mënyrë të drejtë për drejtë u janë vjedhur para. 300 euro një set kirurgjikal nuk ka ndodhur dhe nuk ndodh në asnjë vend të botës. Anglia, për shembull, ndjenim time ka maksimumi 50 euro në varësi të po themi të ndërhyrjes, të nivelit të ndërhyrjes kirurgjikale. Është procedurë e thjeshtë, është autoklavi, bën sterilizimin, telefonohen, paketohen. Kostoja mund shkojë deri në 50 pound në Britani, ndërkohë që vendet tjera kanë shumë herë më të lirë. Në Britani, po e gjitha kjo jona, gjitha materialet janë marrë nga Kina. Pastaj është problem tjetër, por po themi tek kostot financiare dhe në hetimet e SPAK, afera sterilizimit është cilësuar e tillë me një dëm neto buxheti shtetit për 100 milion euro. Gjykata e posaçme kërkoi që kjo kontratë të ndërpritej. Ka qenë vetë kryeministri që nuk e anuloi. Po një ditë pas vendimit të gjykatës së posaçme, ka shkuar në një nga spitalet, mos gabohem tek Shefqet Ndroçi dhe ka thënë që kontrata do të vijojë dhe ajo ashtu ndodhi. Pra kontrata për 3 vitesh pas vendimit të gjykatës vijoi dhe janë paguar edhe disa 10 milion euro pas asaj dite. Tani, duket pak e kot për të bërë kjo bisedë dhe analizë, sepse parat kanë shkuar në kompaninë. Dhe do vijojnë. Ne flasim për atë që do ndodhë. Janë para të humbura. Ndërkohë, mendon se niveli i humbjes të vjedhura. Të humbura nga xhepat e qytetarëve, po nga ana tjetër, mendon se kontrata e re që shteti po përgatit do ketë njëjtat nivele apo Shiko, shteti do ta ketë administrimi vetë, do shkruaj një SHA. Pra shoqëria aksionere me përgjegjësi të kufizuar që pra si shoqëritë publike që kanë po them po marrin ndërmarrje ujësjellsi, keshi etj etj. Dhe normalisht qëllimi i vetëm në këndvështrimin tim është që kjo shoqëri po krijohet për të disbursuar fonde nga buxheti i shtetit për sterilizimin. Pra, ndoshta kostot nuk do të jenë 10 deri në 15 milion euro në vit, të paktën në 2 vitet e fundit ka shkuar deri në 19 milion euro, por mund të jenë pak më të vogla, por përsëri shteti po na paralajmëron se do vijoj të paguaj me para një proces që nuk ka nevojë ta paguaj, sepse e bën pikërisht spitalin në Teresa me një infrastrukturë që ka kushtuar vetëm 1 milion euro. Autoklava e ndërtuar vitin 2011 që ngeli pa u vënë në punë, ka ngelur për rreth 800.000 euro investim, trajnim stafi dhe përgatitjen e ambientit për ta vënë në funksion. Dhe u morë dhe ju falë pikërisht koncesionari e mori dhe sot kemi të zhdukura 156 milion euro. Çfarë mund të bëjë me 156 milion euro kur onkologjiku vazhdon pa ilaçe edhe shumë nga spitalet e tjera? Ka dhe një problem se është psikologjike, është çdo gjë që na ndodh në jetë, po kur i gjithë populli bombardohet me shifrat jashtëzakonshme, tani ka humbur vlera e shifrave këtu. Duket se flasim për 150 euro kur flasim për korrupsion. 150 milion euro janë investim me 150 milion euro mund të bësh një spital modern në bashkinë e 5 më të madhe në Shqipëri, në Kamës, që nuk ka spital. Është dram, domethënë, të mos ketë bashkia Kamzës spital, sepse është pothuajse inkorporuar fizikisht në Tiranë dhe ka nevojë absolute, shfryn gjithë fluksin që vjen në qesute, që shkon në poliklinika dhe nuk marrin shërbimin e duhur. Se realisht nuk kanë kapacitetin dhe mundësitë poliklinikat e specialiteteve janë vetëm për konsulta. Për të bërë një spital në Kamës, po them, domethënë një spital modern bashkohor në bashkinë e 5 më të madhe në Shqipëri që nuk ka një spital sot e kësaj dite dhe është problem shumë i madh i shoqërisë shqiptare dhe i kryeqytetit dhe është mungesë shërbimi, sepse po të shkojmë
Tani që disa spitale po të marrin parasysh, më fal doktor, kostot e ndërtimit spitalit Fieri që ishte subazuar dhurat nga qeveria turke, 30 milionë euro. 30 milionë euro. Po të marr, shiko, kur po themi spitalin e Bashkisë së Kamzës, po të marrni spital bashkohor të nivelit të regioneve të Italisë, të Francës, të Anglisë, të Gjermanisë, bashkohor me aparatura, me diagnostik, me hospitalizim, me shtete, me shërbime. Dhe si duket, ke mundësinë e punësimit të profesionistëve dhe nuk I largon këta njerëz nga vendi, sepse një pjesë e madhe e profesionistëve largohen, sepse një specialist, një kirurg, nëse nuk hyn në sallën e operacionit, nuk mund të vazhdoj të jetoj me atë profesion. Por problemi është se ti e çon kirurgun me këtë propagandën në disa rrethe të Shqipërisë, në disa gjasme spitale që realisht nuk kanë asnjë strukturë spitalore dhe nuk ka sallë operacioni. Kirurgu merr rrogën si kirurg në një rajon mos të zë emra dhe nuk ka mundësi sallë dhe iken në një qendër qarku në mënyrë miqësore për të bënë në hyrje për të mos humbur zanatin. Dhe përpasoj ti largohesh pastaj se nuk është vetëm paga, se diskutohet shpesh herë, nuk është paga ajo që I ka larguar bluzat e bardha nga Shqipëria. Është dinjiteti, janë kushtet e punës, është trajtimi që u bën politika. Domethënë, shkon kryeministri me drejtuesit, I rreshton gjithë mjekët e Shefqet Ndroqit, pasi janë 10 veta me masa arresti, edhe del e flet për mrekullinë e koncesionit të sterilizimit. Del kryeministri. Sigurisht nuk jam dakord me qëndrimin e mjekëve. Pa diskutim nuk jam dakord, nëse nuk reagojmë ne, kush do të reagojë në fund të ditës? Del kryeministri në pikë të vape, se keni parë ju shfaqjet në Qesute, mbledh gjithë mjekët e Qesute, si le 4 orë ndjell duke bërë ato fjalimet e veta patetike për inovacionin, zhvillimin, mrekullinë që ka bërë në spitale Rama me Manastir Liu ne me Beqen, sigurisht që dhe Manastir Liu dhe Manastirlit e tjerë do shkojnë tek Beqja, po çfarë ju zgjidh kjo qytetarëve shqiptarë, çfarë më zgjidh mua si mjek, çfarë na zgjidh ne kur janë larguar mjekët, kur ka humbur jetën qytetari, kur ka shtruar ditë qëndrimin në spital, kur ka marrë mjekimin e munguar dhe nuk ka asnjë lloj efekti se e vazhdon propagandën dhe I mbledh atje mjekët, janë ndruar 10 drejtora për 2 vjet në qendrën spitalore universitare në Tereza, që është qendra më e madhe terciare në Shqipëri, ka 0 lek. Se jemi te leket, 0 lek për kërkimin shkencor. Është e pamundur që kur është themeluar qendra spitalore universitare, vetëm në këto vite ka 0 lek, në 13 vitet e fundit ka 0 lek për kërkimin shkencor. Me koncencë, duket si luks tani. Me koncencë, jo. Kërkimi shkencor ti vëllon si luks në situatën që është. Të gjithë detyrohen o ti paguajnë me paratë e veta gradat shkencore, o ti bëjnë fake. Sepse nuk mundesh. Nuk mundesh. Në qoftë se është vërtet e hidhur kjo. Jo, shiko, ka një problem zënja Karabolli, ka një problem shumë të rëndë. Një mjek në Qesute po marrim që është në moshë të re, do të bëj kërkime shkencore, do të bëj hulumtime, do të mbroj teza, do të bëj botime në revistat ndërkombëtare, do t'i bazoj mbi pacient faktik dhe mbi analiza, mbi studim rasti, pra keni diagnozë, keni terapi të caktuar, ke efektet, përshkruan në historikun, zhvillimin I merr I krahason ato, dhe në Qesute e ke të pamundur të bësh asnjë analizë. Pse? Kemi koncesionin e laboratorëve. Që nuk lejon të kenë akses. Se nuk të bën asnjë për të hospitalizuar. Me datën 15, Klaudia, të hospitalizuarit, I shtruarin në spital, jepet vetëm për ata që janë gjendje për rreziku për jetën me shit të kuq, dhe vetëm për ata mund të bëjnë analiza, dhe do dalin të bëjnë në sektorin privat, që të vinë I hospitalizuar në spitalin shtetëror, sepse mjeku ka dinamik dhe ndalohen mjekët, të kryejnë detyrën, të zbatojnë bekimin e Hipokratit, të zbatojnë betimin e Hipokratit, sepse mjeku e ndjek pacientin e dinamik. Pacientët që janë Qesute janë pacient poliproblematik, janë me polidiagnoza, dhe prandaj shtrohen në qendrën terciare, në të gjitha pavionet, dhe në bazë të terapisë, në bazë të ecurisë, në bazë të dinamikës pacientit, mjeku mund të kërkoj 3 herë në ditë të analiza, kontroll, të disa lloj analizave që duhet bëse, duhet I shtosh mjekimin, duhet I ulesh mjekimin, duhet I kombinosh mjekimin, duhet I ndryshosh mjekimin, do rrisësh numrin e ekzaminimeve në bazë të analizave laboratorike që ti jep pacienti, dhe këto nuk ti bën koncesionari. Pra, ti nuk ushtron profesionin si mjek, por e gjitha kjo, në fund ditës e merr rrogën ai. Mjeku.
Pasojat e vuan gjitha kjo i paguan. Sigurisht nuk jam dakord me mjek që nuk reagojnë dhe me forcë. Po mund të themi kanë reaguar Iliral, që ja larguan nga punë, ka 10 vjet që nuk punon dot. Ka larguar Petrit Vargu, ka ndaj 5 vjet pa punë, kemi paguar ne, unë e ti, edhe Petritin se i ka fitu doktor Vargu gjitha parat, është kthy me vendim gjykate, po i ka marrë dhe shpërblimin të gjitha lek, sepse është arrogancë. Janë qindra punojës të administratës që paguan shpisët. Ata drejtues që kanë heq njerëzit dhe kanë fituar gjyqin me vendim gjykate, duhet ishin pas hekurave dhe duhet i kishin paguar ato para me pronat e tyre që i kanë vu duke vjedh në pozicionet drejtues të shtetit. Po e gjithë kjo, po kjo nuk po është se po ja vjedh Besnikut, po ja u vjedh të gjithëve ne, edhe të gjithë antarëve të kabinetit. Sepse nuk mund të them që i gjithë kabineti është i njëjti korruptuar. Nuk mund të them që gjithë drejtuesit e administratës janë të njëjtë të korruptuar. Edhe ata i paguajnë të gjitha këto fatura. Por problemi i mosreagimit shoqërisë pastaj bëhet problem dhe gjithë analiza bëhet opozita e dobët, opozita e mirë. Bëri ky takim, bëri ky takim, s'kam çështje opozite fare, s'më duhet opozita fare. Nëse shoqëria civile këtu nuk ka, se i kemi vërtetuar katërceprisht. Po nëse nuk reagon veterineri, mjeku, mësuesi, inxhinieri, agronomi, e kryesisht mjeku, mjeku i super specializuar. Po kush do reagoj? Do reagoj fermeri që ka 1000 presione të tjera. Pra, ne jemi në shoqërinë në një krizë dramatike. Nëse nuk i thrasim ndërgjegjes tonë, të reagojmë pavarësisht politizimit të situatave, se shpesh herë bipolarizimi dy partive të mëdha politike shmang thelbin dhe shmang reagimin qytetar, por nuk e kanë fajin ato, e kanë fajin intelektual, e kanë fajin qytetar, e kanë fajin mjek që nuk reagojnë, sepse unë kam apo s'kam simpati për një parti X apo Y, kam apo s'kam simpati për liderin e një partie opozitare, po jo vetëm programi dy shoh domin që më shkakton qeveria se në fundit se opozitas më shkakton as i dom mua. Mund të ketë dëshirë, mund të ketë edhe nga ata që janë njerëz të korruptuar në opozitë, janë të paftë, janë të pazot, kanë qenë, i kemi provuar, i kemi hequr me votë. Do ta ndryshojmë qeverinë, do ta heqim prap. Por kjo nuk mund të më lejë mua pa reaguar. Si qytetar, se po më vjedhin mua, nuk po vjedhin deputetët e opozitës. Deputetët e opozitës në fund ditës rrogat e veta e kanë rregulluar. Edhe rregulluar më së miri. Problemi është po na vjedhin ne dhe kjo nëse ne nuk reagojmë për këtë gjë, nuk po na vjedhin, po na grabisin, se korrupsion kanë të gjitha qeveritë e botës. Por këtu nuk bëhet fjalë për korrupsion. Do ta lëmë të mendoj për gjithë analizën që bëra, edhe për gjithë